sot përveç prindërve tek rinia jon, që është shpresa dhe ardhmëria jon, ka diçka tjetër që përveç prindërve e bën këtë ndryshim esencial në identitetin e tij. Padyshim, ka faktorë të shumët. Ka faktorë shumë, veçanti në epokën tonë kur po jetojmë është pjesa. I përmendëm ato faktorët material që është e joshin rinin, po. Ka faktorë të shumët. Ka faktorë të shumët dhe për secilin prej tyre ndoshta mundesh me bëni emision të veçantë që me i trajtoj problemet të cilat i ka. Një prej gjërave që duhet me pas kujdes është që mos me leju rinin ton me u shkëput për identitetit tyne duke u ndihet atë vetmun. Për këtë arsye, domethënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam u kon një strateg genial edhe në aspektin e kësaj. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam pra hipotezën e parë që ka bën në Medinë u kon muaha, vllazërimi, që nuk i ka lënë domethënë trit e muslimanëve edhe më të shumë, por veçanti trit me u shkapardher dhe ka kallëzuar një kujdes të veçantë për rinin e tij, pra për se boshti kurrizor i umetit nëse kështu gjithmonë janë kon trit. E ka vazhdu davetin dhe në këtë formë e ka rujt prej sulmeve të ndryshme edhe është mundu që me arrujt identitetin e trive. Që të marrim për shembull çuçi ka fillu Islamin në Medinë apo çuçi është përgatit terreni për me shku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kush u kon ambasadori i tij? Musab ibn Umeri. Kur e kshyrim kush u kon Musabi? U kon një njeri shumë i pasur. Ama nuk është mashtruar mas pasurisë. Që kjo është njeri kur ta gjen identitetin e vërtet fetar, kretë gjithçka tjetër më i duket. Kur zbulon atë që e përmbush atë. Fiks domethënë, se tash jetojmë në një periudhë të ankthit, depresionit, presioni shoqëror që më duken më i miri, që më shkon gara, një konkurrencë vrasht me njëri tjetrin. Ama kjo domethënë është para çka se ty të mungon pjesa fillestare që është lidhja me Zotin. Në moment që ke lidhjen me Zotin, pastaj këto tjera bëhen më pak të rëndësishme, më të menaxhueshme. Sot efekti i tyre. Edhe ti kthehesh në origjinalin tënd, në ato që je, edhe për çka ka krijuar Allahu i madhëm. Pra, te Musabi nëse e marrim. Musabi domethënë është një shembull shumë i mirë për trit me e marrë. Domethënë, u kon një njeri i pasur. Pastaj kur e ka pranuar Islamin, familja e tij nuk e kanë ka jetuar një jetë luksoze, ka qenë njohur për luksin që e ka shiju në periudhën domethënë para Islamit. Kur e ka pranuar Islamin, i është dash një vjet me punu në Medinë që me bë terrenin gati pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe u kon 20 vjeç, pra rreth 20 vjeçar u kon Musabi në këtë kohë që po flasim. Për këtë arsye forca e ndryshimit është tek trit, ama me menturimin atyre që janë më herët kyçur në sigurisht se mjeshtër është ai i cili arrin që të riun edhe vajzën e re që ta orienton në atë rrugë e cila e përmbush atë. Njeriu në jetën e tij nëse nuk e gjen Zotin, nëse nuk i kthehet fesë, nëse nuk i kthehet esencës, jeta e tij është pa përmbushur. Vazhdimisht është një boshllëk brenda tij, të cilin nuk ka mundësi ta mbush diçka tjetër përveç besimit në Allahun subhanuhu teala.